Para një muaj kam kërkuar një interpelancë me zëvendës kryeministrin Balluku, në atë kohë nuk ishte e pandehur, sot është e pandehur. Dhe kjo e bën akoma më të rëndësishme interpelancën, zoti kryetar. Rregulloria thot qartas, brenda 3 javësh nga dorëzimi i kërkesës, ju duhet të caktoni një ditë për interpelancën. Kam kërkuar një interpelancë edhe me kryeministrin dhe kjo interpelancë më është mohuar. Tani, ky është një moment historik, zoti kryetar, pavarësisht se çfarë bëjmë ne këtu në këtë parlament dhe si dhe injorojmë këtë moment. Për herë të parë në Shqipëri, në 35 vjet, të pushtetshmit po dalin para drejtësisë. Për ditë. Është herë e parë në historinë e Shqipërisë, po besoj edhe në historinë e Europës, që 2 zëvendës kryeministra njëri pas tjetrit. Ametaj është në Arati në Zvicër dhe i akuzuar për korrupsion, Belinda Balluku është e pandehur për një tender prej mbi 100 milion euro. I kemi parë të gjithë përgjimet, i kemi dëgjuar, palloshi gjatë, prit të marë pak leje. Zoti Shea, kjo nuk ka lidhje me procedurën. Këto ka lidhje me procedurën se kam kërkuar diskutim politik, nuk është procedurë. Mbaroni për procedurën. Faleminderit. Ka të bëjë me procedurën sepse kam mëshmohuar e drejta për interpelancë, zoti kryetar. Parlamenti ka 2 funksione kryesisht. I pari është të votoj ligje dhe i dyti është i kërkojë llogari qeverisë se si harxhohen paratë e qytetarëve shqiptar. Këtë bën parlamenti, zoti kryetar, dhe ju nuk mund të na mohoni këtë të drejtë. Dhe kjo është e drejta që unë kërkoj. Të drejtën për të patur një interpelancë me zonjën ministre të pandehur nga SPAK-u, brenda afateve të përcaktuar nga rregulloria e këtij kuvendi. Faleminderit, zoti kryetar. E kam sqaruar derën e kaluar që nuk ka një mohim të interpelancës tuaj. Ka vetëm një planifikim, natyrisht në përputhje dhe me agjendën e parlamentit edhe të zëvendës kryeministres padyshim. Kështu që mos bëni temë aty ku nuk ka temë. Ja u kam sqaruar në seancë erën e kaluar. Nëse do ishte mohuar interpelanca, do kishte marrë një përgjigje negative dhe do ishte diskutuar dhe në seancë. Zoti Kapri. Faleminderit. Në fakt, zoti kryetar, sot që nga një ditë e shënuar, sepse pas ka ardhur kryeministri në sallë, kur e pristim pas 4 muajsh, sepse vjen një në 6 muaj, të lutem për procedurë po flas. Po procedurë po flas, më lini të mbaroj. Ju lutem shumë. Tani, zoti kryeministër, keni bërë shumë mirë që keni ardhur sot, se kemi buxhetin dhe ka shumë çështje që meritojnë vëmendjen tuaj. Por thelbi i gjithë shkaje që ka të bëjë me buxhetin dhe me prioritetin që ju keni vendosur, është lufta ndaj korrupsionit që na kërkon dhe Brukseli. Dje ishit në një summit zgjerimi në Bruksel dhe unë jam shumë kurios se si ja u shpjegoni ju partnerëve europian luftën ndaj korrupsionit, kur zëvendësat tuaj njëri pas tjetrit janë me akuza për korrupsion nga SPAK. Zoti Kapri, ç'lidhje ka kjo me procedurën? Procedura ka lidhje vetëm me rendin e ditës, po për buxhetin, me votimin, me kërkesa për pyetja ime, dakor, po e mbyll, të lutem shumë, po e mbyll, kam vetëm 10 sekonda. Urdhro. Pyetja është publike nga të gjithë shqiptarët, zoti kryeministër, keni thënë që Partia Socialiste dhe qeveria nuk bëhet logo dhe mburoj asnjë zyrtari të lartë. Kush merr akuzë nga SPAK-u? Do e shkarkoni apo jo? Faleminderit. Zoti Sheu, procedurë. Faleminderit, zoti kryetar. Të nderuar koleg, them të drejtën, mora spunton për të kërkuar involvimin e Kuvendit të Shqipërisë pas disa zhvillime të ditëve të fundit, për cilat unë e konsideroj të detyrueshme në nderin e kuvendit tonë që ky kuvend të shprehet, mbas gafave politike që ka bërë dhe pak kohë përpara. Pak ditë përpara, shumë pak ditë përpara, generali Clark në Hag deklaroi dhe faktoi qartësisht genocidin serb ndaj Kosovës, ndaj popullit kosovar, kur konfirmoi
thënien e Miloševićit se do t'i vriste shqiptarët. Unë mendoj se dëshmi më të qartë, më të plotë, për të konfirmuar dhe të genocid nuk mund të ekzistojë. Të nderuar kolegë, unë nuk dua të hyj në debate dhe në përplasje politike, sepse sot kërkoj mbështetjen e të gjithëve, në nderin e të gjithëve, në nderin e Kuvendit të Shqipërisë, në nderin e Shqipërisë, për një të vërtet të madhe historike, e cila lidhet dhe fatkeqësisht po lidhet përsëri me zhvillimet aktuale, duke tentuar të akuzohet Kosova, UÇK-ja, për krime lufte, për krime ndaj njerëzimit, kur e kundërta ka ndodhur të vërtet, ashtu si konfirmoi qartësisht generali Clark pa ditë përpara. Në një situatë të tillë, mbasi ky kuvend, në mënyrë më absurde, pa dashur të bëj debat, rrëzoi rezolutën tonë për genocidin serb në Kosovë, unë mendoj se duhet shprehet. Të gjejmë një mënyrë të shprehemi së bashku. Të gjejmë një mënyrë për të konfirmuar së bashku këtë të vërtetë historike. Të gjejmë një mënyrë për të mbështetur atë thënie të madhe të generalit Clark, për të mbështetur luftën e popullit të Kosovës, UÇK-n dhe në këtë mënyrë për të ndihmuar dhe ata që padrejtisht sot po mbahen në burgun e Hagës. Faleminderit zoti. Prandaj kam edhe një minutë. Jo, kisha një minutë procedurë, kjo s'është procedurë, ky është fjalim. Zoti Balla. Dur nuk folet as një sekond. Asnjë prej folësve për procedurë deri tani, zoti kryetar, nuk ju referua nenin 49 të procedurës. Prandaj, po bazuar në nenin 49 të procedurës, ju lutem të kalojmë në pikën e parë të rendit ditës, ku kryeministri në emër të Këshillit të Ministrave prezanton projekt buxhetin dhe paketën fiskale. Ju lutem shumë zoti kryetar, bazuar në këtë nën të rregullores, ju kërkoj kalimin në këtë pikë të rendit ditës. Faleminderit. Zoti Kliçi. Bazuar nenin 49, lutem, kryetar, të lutem të rikthejnë vëmendje që është seanca e 11 dhe do flas vetëm për procedurë. Është seanca e 11 në cilën ne humbasim minuta shumë të vlefshme edhe për publikun, për shkak se nuk respektohet procedura në këtë sallë. Arsyeja se përse deputetët e opozitës flasin në mënyrë përsëritur dhe kërkojnë për të diskutuar edhe kur kanë hapësirën e procedurës, është për shkak se nuk lejohet debati. Është për shkak se Taulan, një sekond. U përmend pak më parë që në 11 seanca në më shumë se 2 muaj që nga merite këtij kuvendi që është diskutuar 40 orë, kur ndërkohë do duhet të ishte diskutuar vetëm brenda një jave, kur ka 2 seanca 40 orë. Na keni mohuar drejtën e interpelancës, keni mohuar komisionet hetimore, keni mohoni mocionin me debat, përjashtoni kreun e opozitës për deklarata që jep jashtë kuvendit, jashtë kësaj salle. Përjashtoni sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike për deklarata kritetike brenda në komision. Përjashtoni kreun e grupit parlamentar për asgjë më shumë se çfarë tha kreu i grupit parlamentar të PS-s pak më parë. Në seancën e kaluar kemi bërë një debat gjatë, nëse mbani mend zoti Peleshi, bashkë me zotin Balla, për etiketimet ndaj kolegëve. E nisi fjalën duke quajtur një kolege zonjë, një grua gënjeshtare. Kur ndërkohë keni dhënë mas seancën e kaluar për këto epitete. Ju po kalonin pikën, kjo që po ju them ka ndodhur, është fakt. I ditur botërisht. Ju po kalonin pikën që deputetëve në këtë sallë, në këtë rast një deputeti tjetër të opozitës, nuk i lejonin, nuk i jepnin më drejtën as të citoj vetë zyrtarët e shtetit. Në këtë rast zëvendës kryeministren për qëndrimet që mban në raport me shefin e saj. Kështu që thënë këtë, ju lutem për sa kohë nuk respektoni ju rregulloren, sigurisht mos prisni që dhe deputetë opozitës në mbajnë gojën mbyllur. Ju lutem zoti kryetar, është e disata seancë që bëjmë të njëjtin debat. Interesi i qytetarëve është sigurisht të dëgjojnë diskutimin për paketën fiskale, që e sollët i lat kohë deputetëve si asnjëherë më parë, vetëm 24 orë kohë për të përgatitur dhe për diskutuar për buxhetin. Për sa i përket propagandës me pensionet gjatë gjithë kohës, se e merr për procedurë kreu i grupit parlamentar të PS-s dhe nuk flet për procedurë. Bën propagandë, flet për pensionistët. Ndërkohë që ajo rritje pensionesh që diskutohet, vetëm parat që janë abuzuar në tunel në llogaras që janë vjedhur, mjaftojnë për të arritur 2 fish. Dhe për të rritur 2 fish pensionet e 670.000 pensionistëve shqiptar. Dhe kam dhe një kërkesë
shumë të sinqert, zoti Balla, t'i lem familjarët jashtë kësaj sale, mos i përdorin për politikë, se nuk shkon. Asnjëra palë në këtë sallë. Faleminderit. Okej, faleminderit, keni shumë të drejtë, atëherë të fillojmë me njëherë me debatin. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9920, datë 19/5/2008, për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar, shqyrtimi në parim. Projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 92/2014 për tatim mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë, shqyrtimi në parim. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 29 datë 33/2023 për tatimin mbi të ardhuar, shqyrtimi në parim. Projekt ligji për disa shtesa në ligjin numër 9632 datë 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore ndryshuar, shqyrtimi në parim. Projekt ligji për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit ndryshuar, shqyrtimi në parim. Projekt ligji për marrëveshjen e paqes fiskale, shqyrtimi në parim. Projekt ligji për rivlerësimin e pasurisë palujshme, shqyrtimi në parim. Projekt ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore dhe detyrimet të pagueshme në dogan, shqyrtimi në parim.